Bashkia Lezhës ka prezantuar para bizneseve planin e ri të menaxhimit të mbetjeve, shërimi i cili nga muaji qershor do të kalojë në administrimin e drejt për drejt të pushtetit vendor. Gjatë takimit u prezantuan skema re, mënyrët e zbatimit dhe risitë që synojnë përmirësimin e ndjeshëm të pastërtisë në qytet dhe zonë turistike. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Dreu kërkoi mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e bizneseve, duke theksuar se menaxhimi i mbetjeve është një përgjegjësi e përbashkët. Unë duhet të falenderoj biznesin e shëngjimit, që megjithse në një shkallë vështirësie shumë më të lartë dhe si me thënë, ngarkesë popullate të jashtëzakonshme dhe nga gjithë bota, ka arrit me shumë sukses që të adaptojë një skemë të nxjerrjes së mbetjeve në një orë të caktuar në harmoni me bashkinë dhe ka funksionuar shumë mirë. Për shkak të kësaj, ne kemi marrë dhe ato pikë të duhura, por kjo nuk ka ndodhur në shumë biznese të tjera. Fatkeqësisht bizneset në zonat rurale nuk e bëjnë këtë. Pra marrin dhe koshin më të parë ose në kanalin më të parë, shkojnë e i hedhin mbetje, kartona, plastik, shishe, çfarë ti mund. Biznesi do të provojë me kosha. Secili biznes do ketë një kosh. Është i vogël, do kesh kosh të vogël. Është i mesëm, do ketë një kosh më të madh. Nuk lejohet që as edhe një biznes jashtë orarit të përcaktuar nga bashkia të hedhë një mbedurinë në le që do hiqen koshat në mëdhej komplet nga sistemi i rrugës dhe do operojmë me kosha të tjerë, të cilat janë më bashkohor dhe më kështu. Kjo është një përpjekje për të sjellë një standard të ri në cilësinë e jetesës kryesisht. Pra, nëse ne banojmë Lezhë, para duhet jemi ne ata të cilët do të mbajmë përgjegjësinë e mbajtjes pastër të territorit. Plani i ri parashikon respektimin e orareve të grumbullimit, ndarjen e mbetjeve sipas tipologjisë dhe madhësisë së biznesit, si dhe ndalimin e hedhjes së mbetjeve inertë apo materiale të tjera të palejuara.